Një ngjarje e pazakont ka ndodhur gjatë natës në lagjen 8 Shkurtin në Fier. Në tentativë për të vjedhur, një 47 vjeçar ka humbur jetën pasi gjysma e trupit i është bllokuar në dritaren prej dur alumini, nga e cila ka tentuar të hyjë në banesë. Sipas vëllait të kryefamiljarit Nikolaj Lule, banesa trekatëshe i përket Uan Lules, i cili për një muaj ndodhet në Greqi tek fëmijët e tij. Ai tregon se fqinji që përkujdeset për banesën e ka gjetur të vdekur në dritare hajdutin dhe ka lajmëruar menjëherë policin. Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi, te fëmijët, do kalonte Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritaret. Me vrap kishte lajmëruar policin, lajmëroi dhe vllain andej. Vllai më mori mua se kisha mund çelsat të shtëpisë. Erdha këtu, e këta të policisë, bën verifikim e tëra, ai na kishte ardhur fillimisht se thyrat të xhamin aty të dritarit, s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhur ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama këtu janë të vegjël, mirë pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur këtu në xham. Kjo është një zonë që njihet për vjedhje apo nuk ka? Po unë nuk jetoj këtu, prandaj. Unë jetoj larg, po erdha se kisha çelsat e shtëpisë, që mori policia. Po, e lajmëron, valla. Patjetër i shokuar. Po, patjetër, nuk diskutohet. Çfarë si të hyjë tjetrin në shtëpi dhe me hijet bën. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Po, nuk kishte as i kartë identiteti nga një gjë, nuk kishte në xhep. E kontrolluan ata policë, po, ata e kontrolluan. Erdha ata zero fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa-identifikuar. Sipas njoftimit të policisë, 47 vjeçari i identifikuar si Ilir Zarkaj ka humbur jetën në rrethana tragjike gjatë një tentative për vjedhje gjatë orëve të natës në lagjen 8 Shkurti në Fier. Burime nga hetimi bëjnë me dije se 47 vjeçari nuk ka mundur as të avancojë për të hyrë brenda banesës dhe as të tërhiqet për të dalë jashtë. I mbërthyer në pozicion të vështirë për një kohë të gjatë, ai ka pësuar asfiksi, duke gjetur vdekje në vend. Ekspertiza mjeko-ligjore ka konfirmuar se shkaku i vdekjes ka qenë pikërisht asfiksia, ndërsa vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.